Ish-ministri grek i financave Yanis Varoufakis pranoi me zë dhe figurë se kishte përdorur drogë, nis hetimin ndaj tij. Autoritetet greke kanë nisur një hetim paraprak lidhur me një video ku kreu i partisë Mera-25, Yanis Varoufakis, pranoi se ka përdorur lëndë narkotike, mes tyre dhe ekstazi. Gjatë hetimit do të shqyrtohet nëse është kryer vepra penale nxitjes ose reklamimit të përdorimit të drograve apo ndonjë vepër tjetër penale. Video është dërguar pranë organeve të prokurorisë nga Shërbimi për luftën kundër drograve i policisë greke. Deklaratat e Varoufakis u bën në një podcast moderuar nga Gaia Merkouri dhe Dimitris Petriokus, ku ai ka ndarë përvoja personale nga kontakti i tij me substancat narkotike. Në video ai thotë se ka provuar ekstazi një herë në jetën e tij dhe se ka përdorur kanabis, duke u përgjigjur një pyetje nëse ka marrë pjesë ndonjëherë në festa rave dhe nëse ka provuar substanca, ai u shpreh pa hezitim: "Ka marrë substanca, si mund të mos kisha marrë? Nuk jam Bill Clinton që tha nuk e thith. Jam paksa i mërzitshëm për fat të keq. Kam marrë ekstazi një herë dhe ishte një përvojë jashtëzakonshme deri pas 2 ditësh. Më pas pata një migrenë të tmerrshme, nuk e di çfarë më kishin dhënë. Ishte në Sydney dhe mbaj mend si një moment shumë të rëndësishëm. Në vitin 1989 kërceva për 15-16 orë pa u ndalur, por vuajta për një javë më pas dhe nuk e përdora më kur, ka rrëfyer ai. Në të njëjtin kontekst, ai theksoi se substanca që i është dukur dhe vazhdon t'i duket më e këndshme është kanabisi, duke thënë: "Për mua, ajo që ishte shumë e këndshme dhe mbetet e tillë, edhe pse tani nuk e gjej më dhe askush nuk ma jep, është bari thjesht." Kur je i dehur nga droga, egoja zmadhohet. Në një pyetje tjetër, ai u pyet se me kë nga Angela Merkel, Alexis Tsipras, Andonis Georgiadis dhe Kyriakos Mitsotakis do të pinte një cigare hollandeze, duke u përgjigjur: "Me Angelën, çfarë pyetje është kjo? Do të doja ta shija të droguar." Kur je i droguar, egoja jote zmadhohet. E imagjinoni kështu Mitsotakisin, mendoj se do të ishte diçka si android dhe do të doja ta shihja këtë android të droguar. Gjithashtu, ai nëse do të jepte këshilla vajzës së tij për përdorimin e substancave, duke u shprehur: "Së pari, vajza ime nuk pranon këshilla nga unë, i ka bërë të gjitha dhe nuk ka nevojë për këshillat e mia. Kur prindrit u thon fëmijëve mos e bëj këtë, ata do ta bëjnë. Nuk më shqetëson eksperimentimi, më shqetëson varësia", tha ai.